Vrasja e 2 amerikanëve nga gjetën federal të ICE, protestat masive vazhdojnë në Minnesota, Los Angeles dhe New York. Tavolinat e restoranteve u zbrazën, dritarët e bizneseve u errësuan dhe studentët lanë mësimin në disa qytete të Shteteve të Bashkuara të premten në kuadër të një greve mbarkombëtare National Shutdown për të protestuar kundër operacioneve federale të migracionit dhe doganave ICE. Kjo lëvizje u ushtri nga Minnesota deri në qytetet të largëta si Los Angeles, New York dhe Boston, ku njerëzit u ftuan të bojkotojnë punën, shkollën, përblerjet, një ditë proteste. Në Minnesota, protestat hyn në javën e dytë pas 2 vrasjeve qytetarëve amerikan nga agent federal, përfshi 37 vjeçarin Alex Priti dhe Rene Good, 2 ngjarje që kanë shkaktuar zërim dhe debate të gjera publike mbi mënyrën e zbatimit të ligjit nga agjencitë federale. Sipas CNN, protestuesit marshuan në rrugë dhe mblodhen përpara ndërtesave federale, disa me pankarta që kërkonin tërheqjen e ICE dhe reforma në politikën e migracionit. Studentët organizuan mos pjesëmarrje në mësim, ndërsa disa biznese vendosën të mbyllen për solidaritet me grevën. Këto protesta ndodhin ndërsa Departamenti i Drejtësisë së Shtetit të Bashkuar ka nisur një hetim për shkelje të drejtave civile me vrasjen e Alex Pritit, duke shtuar presionin mbi zyrtarët federale dhe politikën e administratës për emigracionin. Në sfond të këtyre tensioneve, reflektimet të tragëdimit publik kanë përfshirë edhe angazhimin në figura të famshme, për shembull Bruce Springsteen publikoi një këngë proteste Streets of Minneapolis që i kushtohet Pritit dhe Good dhe ka fituar vëmendje si shprehje artistike e zemërimit kundër operacioneve të ICE.